Nuk lodheni asnjëherë së foluri së shkruari për ushqimin e mirë që i duhet organizmit ton dhe ushqimin e dëmshëm të cilën ne nuk duhet ta konsumojmë. Po flasim sot për mishin e përpunuar, për salçiçet, për sallamin e tjerë, por përveç këtyre, çfarë konsiderohet sot i rrezikshëm për organizmin ton që ju si nutricionist e parandaloni në mënyrë kategorike? Atëherë unë do ta filloj në një, me që ju e keni trajtuar brenda konceptit të kancerit, duhet të themi që kanceri nuk është një sëmundje që shfaqet sot. Atë që hedhim sot në trupat tanë, ose atë që marrim sot, ai do na përkthej nesër. Ai ndërtohet, pra është një proces biologjik i gjatë dhe sot nuk është thjesht gjenetik siç është menduar më parë. Është një sëmundje sistemike. Dhe faktikisht 50-90% është gjenetike dhe rreth pjesën tjetër është epigjenetike. Dhe është pjesa kryesore e cila bën të rritet inflamacioni, të çrregullohet niveli hormonal në trupin ton, të dëmtohen sinjalet e ADN-s ose ADN-ja, të lodhet ky sistem imunitar dhe pastaj të lindin qelizat inflamatore. Problemi është që kanceri nuk është vetëm nga një subjekt ose proshutat, sallamrat, mishi i përpunuar është gjë ndoshta edhe më vogël. Kanceri lidhet me shumë elementë, lidhet që nga aspekti i stresit kronik, nga mungesa e gjumit, nga problemi toksinave, pesticideve, nga duhani, alkooli patjetër, çrregullimet hormonale e tjera. Tani në atë që ne po shtyjmë ose kush e shtyn kancerin më shumë përveç problemit të proshutave, në opinionin tim të parë janë pesticidet dhe herbicidet, të cilat janë neurotoksina. Ato gjenden në ushqimet tona që marrim në tokë, të hellura, janë hellur patjetër dhe imitojnë nivelet e estrogenit, bllokojnë hormonet e tiroideve, pengojnë enzimat e detoksifikimit mëlçi dhe shtojnë nivelin e qelizave proinflamatore dhe eliminojnë nivelet të qelizave NK që janë killerat kryesor të kësaj. E dyta, mekanizmi këtyre është që dëmton pjesën kryesore të ADN-s tonë, që është shumë thelbësore. E dyta, në opinionin tim, janë produkte shtazore të mbushura me hormone dhe me antibiotik. 82%, 85% të gjithë antibiotikëve në botë sot prodhohen për kafshët, të cilët shkojnë në ferma. 92 deri 96% e gjithë mishit vjen nga fermat sot në botë. Tani niveli i sistemit hormonal që injektohet te kafshët dhe antibiotikët, patjetër do kalojnë te qumshi dhe tek trupi jon. Dhe patjetër do kemi një rritje të dominancës estrogjenike. Antibiotikët do shkatrojnë mikrobiomën e zorës, do kemi dhe probleme tjera. Estrogeni tepërt ne dim që stimulojnë qelizat kancerogjene dhe ne dim që pjesa më e madhe e kancerit që është më e madh te kanceri i gjirit, ne dim që është estrogjenik ose nga progesteroni, pra nga aspekti hormonal, po dhe të tjerat. E treta është elementi i sheqerit shtuar te ëmbëlsuesit artificial dhe jo te sheqeri i tavolinës, as te kripet tavolinës. Nëse sot ne marrim 8 fishin e sheqerit në jashtë normas apo 6.5-7 fish të kripës, nuk e marrim nga kripa dhe sheqeri i tavolinës. E marrim nga produkte të cilat janë të injektuara, ashtu siç tha dhe zonja më parë, që industria ushqimore për të ulur kostot, për të rritur datat e skadencës, për të krijuar vartësi tek konsumatori, ka shtuar elementet më të lirë, siç është sheqeri, kripa, aditivët ngjyrosës. 22.000 aditiv janë sot në ushqimet tona ose rreth nesh, jo vetëm ushqime, po edhe tek shampot edhe tjerë. Në ana tjetër, aditivat ushqimor, ngjyrosësit në frigorifer, në dollape kemi të mbushur. Aditivat ushqimor hollojnë gjithë shtresën e mbrojtëse të zorës, bëjnë rritjen e dëmtimit të disbiozës zorës dhe këto toksina duke mos u filtruar në mëlçi dhe duke ngarkuar, do kalojnë në gjak. Do aktivizohet një inflamacion i ulët fillimisht, do shumë vite, do shumë kohë, po do aktivizohet një sistem imunitar i cili do silli disa probleme të sëmundjeve kronike. Kanceri është i fundit. Vijnë probleme kronike për shembull të hormoneve, problemet e menstruacionit, problemet e aknet, problemet e disbioza, problemet e kockat e tjerë. Pastaj kemi një element tjetër, mishat e përpunuar që thotë ju, ashtu si nitritat dhe nitratet, të cilat janë shumë të larta, po dhe kripa, ngjyrosësit, pra ngjyrusit, do sillin patjetër një dëmtim të vazhdueshëm. Jo më kot, Organizata Botërore e Shëndetësisë ka thënë që është 18% deri 22% kancerogjen mishi i përpunuar. Problemi është që janë testuar mishat e përpunuar të një kualiteti të lartë. Imagjinoni mishat të cilat nuk bëhen më me mish, po bëhen me pasta të ardhura të gatshme nga të ndryshme dhe me kocka apo me lëkurën e mishit e tjerë. Nga ana tjetër, ushqimi që është shumë i skuqur dhe i djegur, sepse rrit nivelin e dioksinave të cilat janë të typi duhanit, rrit nivelin e aminoheterocikliteve, rrit nivelin e TMA-s, e cila në zorë dhe në mëlçi përkthehet në TMAO, që kthehet në një kancerogjen të zorës.